Dashuria dhe marrëdhëniet njerëzore shpesh mbartin histori të thjeshta në dukje, por të mbushura me kuptime më të thella. Një bisedë e shkurtër mes Brikenës dhe Mateos e pasqyron më së miri këtë realitet. Ajo nisi një pyetje e zakonshme, por gradualisht zbulon ndjenja, pasiguri dhe sinqeritet. Kur Brikena e pyet Mateon se sa lidhje ka pasur, përgjigjja e tij e menjëhershme, vetëm dy duket e thjeshtë dhe e prerë. Megjithatë, mënyra si ajo e rikthën pyetjen me ironi tregon se ndonjëherë njerëzit ndjejnë se e vërteta nuk është thënë plotësisht. Ironia e saj nuk është thjesht tallje, por një mënyrë për të sfiduar sinqeritetin e tjetrit. Mateo, i vendosur për të qenë më i hapur, korrigjohet dhe pranon se në fakt ka pasur 3 lidhje. Ky moment tregon një kthes të rëndësishme, nga një përgjigje e rezervuar, ai kalon në një rrëfim më të sinqert. Sinqeriteti shpesh nuk vjen menjëherë, ai kërkon kohë, presion emocional dhe ndonjëherë një shtys nga pala tjetër. Kur pyetja shkon më thellë, drejt lidhjes së fundit, përgjigjja e Mateos bëhet më personale. Ai tregon se janë bërë 3 vite që nga ndarja. Kjo nuk është thjesht një fakt kohor, por një tregues i një përvoje që ka lënë gjurmë. 3 vite janë një periudhë e gjatë që mund të përfshijë reflektim, rritje personale dhe ndoshta edhe plagë që ende nuk janë shëruar plotësisht. Në këtë dialog të shkurtër shfaqet dinamika e marrëdhënieve njerëzore, dyshimi, ironia, hezitimi dhe në fund sinqeriteti. Ai na kujton se komunikimi nuk është gjithmonë i drejtë për drejtë dhe se e vërteta shpesh del në pah përmes ndërveprimeve të vogla, por domethënëse. Në fund, ajo që mbetet më e rëndësishme është gatishmëria për të qenë i hapur dhe i ndershëm, sepse vetëm kështu mund të ndërtohen marrëdhënie të vërteta dhe të qëndrueshme.